Vllaznia U21 ka arritur një fitore shumë të rëndësishme ndaj Bylisit të Ballshit, një skuadër që ka treguar formë të mirë me moshat e reja. Ndeshja e zhvilluar në stadiumin Reshit Rusi të Shkodrës për llogari të javës së 14 të Superligës U21 ka patur si protagonist dy futbollistët nga skuadra e parë, Antonio Dela, i cili shënoi 2 gola, dhe Gledian Pusi, që realizoi një tjetër gol. Goli i parë i vllaznisë u shënua nga Dela në minutën e 85, ndërsa i dyti erdhi më pas në minutën e 49. Pas këtij momenti, trajneri Doçi bëri një ndryshim duke zëvendësuar Delan me Aris Arën, një tjetër talent të ri të skuadrës. Me 2 golet e Delait dhe një të Pusit, vllaznia u përpoq të siguronte një fitore të fortë duke arritur në përsi 3-0. Megjithatë, miqt nga Ballshi reaguan në minutën e 58 kur Ribeiro Almeida shënoi për 3-1, duke hapur mundësinë për një rikthim. Pavarësisht se Bylisi arriti të shënonte edhe një gol të dytë me Fabian Përndrecën në minutën e 86, vllaznia mbajti përsinë dhe ndeshja u mbyll me rezultatin 3-2 në favor të kuqebluve. Ishte një ndeshje e vështirë dhe dihet që Bylisi i vlerëson shumë ekipet e moshave si 21-shat, po ashtu edhe 19-ën, edhe normalisht që janë lojtarë që vinë për ekipit parë, edhe ishte një ndeshje e fortë, një ndeshje e bukur, edhe ja vlen që mu bë kështu ndeshjesh, edhe po duhet falenderoj edhe gjithë ekipin sepse sot u përgjigjen shumë mirë, pavarësisht se në pjesë dytë pastaj normalisht janë edhe disa ndrime që bëhen, e pastaj normalisht që duke pas parasysh që ashtu 21 edhe janë me direktiva sa minuta kanë me lojtar. Normalisht edhe loja do të vinë, por jam shumë i kënaqur se kur je me një rival direkt, normalisht edhe fiton, normalisht je i kënaqur. Pas kësaj fitore, vllaznia U21 ndodhet në vendin e 3 në renditjen e Superligës me 28 pikë, të barabarta me Apollonin, ndërsa lideri i grupit është Vora me 29 pikë.